Në ambientet e bibliotekës së qytetit të Lushnjës u zhvillua ceremonia e përvitshme e vlerësimit të maturantëve ekselent, ku u nderuan të rinjt me rezultate të larta dhe angazhim të veçantë gjatë viteve të shkollës së mesme. Në këtë aktivitet mori pjesë dhe kryebashkiakja e Lushnjës Eriselda Sefa, e cila zhvilloi një bashkëbisedim të ngrohtë me vajzat e djemtë ekselent, të cilët i cilësoi si ardhmja e qytetit dhe krenaria e Lushnjës. Nuk ka kënaqësi më të madhe se sa të vlerësosh në emër të institucionit rinin më të mirë që kemi, jo vetëm për rezultatet e tyre të shkëlqyera, por edhe për shpirtin premtues që përfaqësojnë për të ardhmen e këtij vendi, u shpreh zonja Sefa. Aktiviteti u përmbyll me ndarjen e certifikatave simbolike për maturantët, si një nxitje për të vijuar më tej rrugën e dijes në arsimin e lartë. Bashkia e Lushnjës ka bërë të ditur se do të vijojë të mbështesë iniciativat që nxisin arsimin dhe përkrahjen ndaj të rinjve me potencial.